Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibina tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës njeriu i nderuar. Njeriu i nderuar është ai që ka kuptuar se vlera e tij nuk patën me pasuri, pushtet apo famë, por me dritën që mbart në zemër dhe në gjurmën e mirësisë që lë pas tij. Nderi i vërtet nuk është petk që vishet për t'u parë nga njerëzit, por gjendje e brendshme që rrjedh natyrshëm në fjalë, në qëndrime dhe në vepra. Kurani ka përcaktuar qartë këtë parim themelor, teksa thot Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, më i nderuari tek Allahu është ai që ka më shumë devotshmëri. Ajeti 13 i surës Huxhurat. Pra, nderi nuk është një trashëgimi gjaku, por fryt i ndërgjegjes së pastër dhe i lidhjes së sinqertë me Allahun. Njeriu i nderuar e njeh vendin e tij përballë krijuesit dhe për këtë arsye nuk e ngrit veten mbi të tjerat. Por ulësia e tij nuk është dobësi, por nga ana tjetër është një forcë shpirtërore, sepse ky njeri i nderuar e di se çdo madhështi nuk mbështetet në iluzion, por mbështetet tek Allahu xhaleshanhu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, nderi i njeriu qëndron në devotshmëri, jo në pasuri e as në pozitë. Dhe kjo thënie përmbledh filozofinë e jetës së besimtarit, i cili e ndërton personalitetin e tij mbi moralin, drejtësinë dhe vetëpërmbajtjen. Një nga shenjat më të dukshme të njeriu të nderuar është gjuha e tij. Ai nuk lëndon, nuk përqesh dhe nuk përhap përçarje, sepse e di se fjala është amanet. Dhe Kurani na kujton se Bismillahirrahmanirrahim. Thuajuni robërve të mi të flasin atë që është më e mira, thot Allahu i madhëruar. Dhe ky ajet është ajeti 53 i surës Isra. Njeriu i nderuar flet pak, por fjalët e tij janë me peshë. Hesht kur heshtja është më e mençur dhe flet kur fjala e tij sjell pajtim dhe shpresë. Nga Ahli paqja qoftë mbi ta është transmetuar se fjala e mirë është sadaka, sepse ajo ngroh zemrat e njerëzve dhe shëron plagë të brendshme dhe të padukshme. Nderi i vërtet manifestohet edhe në mënyrën se si njeriu i nderuar sillet me të dobtin, me të varfrin dhe me atë që nuk ka zë. Ai nuk e sheh veten mbi askënd, por e sheh veten përgjegjës për të tjerët. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, njeriu vlerësohet sipas asaj që bën mirë. Kjo do të thotë se pesha e njeriut matet me drejtësinë e tij, me mëshirën dhe me gatishmërinë për të ndihmuar papritur shpërblim njerëzor. Ai vepron për Allahun dhe mjaftohet për kënaqësinë dhe mirësinë e Zotit të gjithësisë. Ky parim e çliron njeriu nga robëria e vlerësimeve sipërfaqësore dhe nga etja për lavdërime kalimtare, sepse ky njeri i nderuar e mëson të shoh veprën e mirë si qëllim në vetvete, jo si mjet për famë apo për interes. Njeriu që jeton sipas kësaj urtësie, e ndërton jetën e tij mbi sinqeritetin, duke e bërë drejtësinë busull të veprimeve të tij dhe mëshirën gjuhë të zemrës së tij. Ai ndihmon në heshtje, fal pa e poshtruar tjetrin dhe jep pa e ndjer veten më të lartë se të tjerët, sepse e di se çdo e mirë që del prej tij është në të vërtetë dhuratë nga Allahu dhe kthim drejti pra drejt Allahut të madhëruar. Kështu që nderi i tij nuk varet nga sytë e tjerëve ose nga sytë e njerëzve, por nga pastërtia e qëllimit dhe nga qëndrueshmëria në rrugën e vërtetë dhe në të vërtetën,
edhe atëherë kur askush tjetër këtë të vërtet nuk e sheh. Njeriu i nderuar është i qëndrueshëm në sprova. Ai nuk e shet parimin për interes, as nuk e tradhton të vërtetën për rehati të përkohshme. Dhe këtë, Kurani famëlar të përshkruan si një qëndres të madhe morale, duke thënë Allahu i do ata që janë të durueshëm. Ajeti 146 i surës Al-Imran. Pra, durimi i personit të nderuar nuk është pasivitet, por besimi i thellë se drejtësia e Allahut kurse si nuk humbet dhe nëse vonon sipas perceptimit njerëzor. Në marrëdhëniet familjare dhe ato shoqërore, ky njeri i nderuar është një burim sigurie, sepse ai mban amanetin, respekton premtimin dhe fal kur falja e afron zemrën e tij me Allahun e Madhëruar. Nga imamët e Ehli paqja qoftë mbi ta, theksohet se morali i mirë është kurora e besimtarit dhe pasuria më e çmuar që ai mund të posedojë. Pra, morali i tij është pasqyrë e besimit, sepse besimi që nuk shndrohet në sjellje të mirë mbetet i mangët përgjithmonë. Ky mësimi i Ehli Bejtit e vendos moralin në qendër të jetës fetare, duke e bërë atë kriterin kryesor të vlerësimit të njeriut, si në marrëdhënien e tij me Allahun, ashtu edhe me krijesat. Morali i mirë nuk është zbukurim i jashtëm, por disiplinë e brendshme që rregullon mendimin, fjalën dhe veprën e njeriut. Ai reflektohet në durim gjatë vështirësive, në drejtësi në vendimmarrje, në butësi në sjellje dhe në falje kur fuqia për të ndëshkuar ekziston. Një besim i tillë, i mishëruar në moral të lartë, e shndron njeriu në burim paqe dhe sigurie për shoqërinë ku ai jeton, sepse prej tij nuk buron dëmi, por buron vetëm mirësia dhe drejtimi. Pra, të dashur vëllezër dhe motra, njeriu i nderuar është ai që jeton me vetëdijen se çdo hap i tij shihet nga Allahu dhe se çdo vepër ka jehon përtej kësaj bote. Ai nuk kërkon lavdi nga njerëzit, sepse e di se lavdia e vërtet është parimi hynor. Një jetë e tillë e ndërtuar mbi devotshmëri, drejtësi dhe dashuri për të mirën është vetë përkufizimi i nderit. Dhe ky nder nuk zbehet me kohën, por rritet sepse buron nga burimi i përjetshëm i së vërtetës. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.